Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku jemi në këtë ambient kaq të bukur, në këtë resort fantastik këtu në Shqipëri. Dhe nga ky resort i ëmbël i dashur, dua të filloj të flas për ngjarjet e fundit në fakt që po ndodhin në showbiz. Do të ndaloj tek fenomeni më i përfolur, tek njeriu i cili për muaj të tërë rëmbeu zemrat e të gjithë shqiptarëve, e dashuruan, e mbështetën, e duartrokitën, i qëndruan besnik deri në sekondën e fundit, deri në ditën e fundit dhe pikërisht bëhet fjalë për Gjestin. Tani, kjo kënaqësia që mua më jep ky vend, edhe këto palmat e bukura që në Shqipëri janë shumë të lezetshme, me thënë drejtën, ashtu më japin emocion edhe këngët e Gjestit. Do ndaloj të flas për Gjestin. Gjesti është një protagonist shumë i pëlqyer dhe shumë i dashur në median sociale, komente pafund, pikpyetje pafund dhe shumë njerëz pyesin se çfarë do të ndodhen me fatin e tij, si do të merr fama e tij. Para se Gjesti në fakt të shkonte drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai publikoi në Instagramin e tij një këngë të cilën do ta sillte në skenë e titulluar me titullin Gasolina, një këngë që në fakt pritet të vi me një plasje të madhe bombastike të klikimeve. U kthye nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe menjëherë solli disa voice të cilat i sillte në Instagramin e tij, duke treguar i çik si melodi, duke treguar ndoshta një lloj demo, por nuk mund ta quajmë demo sepse demot zakonisht janë të finalizuara me pak muzikë, me pak ritëm, por ishte një demo nga vetë zëri i Gjestit për projektin që do të sillte. Dhe tani në ditët në vazhdim, Gjesti do sjellë një projekt shumë të bukur. Do të thënë, vokalin e ka incizuar. Nga të gjitha informacionet që kam siguruar unë deri më tani, vokalin e ka regjistruar. I duhet të nisën punimin e klipin të cilin do ta punon ndryshe këtë herë. Jo si Veshu e Ndreçu, që ishte një klip shumë i bukur, por brenda mbante ngjyrat dhe nuk do të themi që Gjesti do të largohet nga ngjyrat do të ketë gjithmonë në klip sepse vetë natyra e tij, vetë forma e tij, vetë mënyra se si Gjesti i bën gjërat, domethënë e karakterizon djalin i cili është shumë ngjyrësh. Dhe Gjesti është shumë ngjyrësh. Dhe Gasolina do të jetë një këngë bombastike, do të jetë një këngë e cila do të vinë në formën më të mirë të mundshme tek publiku shqiptar, një këngë që do të vallëzojmë, një këngë që do na ngrejë adrenalinën, një këngë që do të na shijon dhe një këngë që do të na bën të gjithëve të duar të kasim dhe të vallëzojmë. Detajet e klipit që unë fakt kam arritur pak e shumë t'i marr, jo e dini që unë mundohem të marr sa më shumë informacione. Detajet e klipit janë interesante. Klipi do të qirohet në disa destinacione, jo në një destinacion. Do të thënë do të ketë disa pjesë. Sepse në këngën Veshu e Ndreçu, komente të shumta ka patur përse Gjesti nuk e ka shfrytëzuar momentin që të merr shumë skena, të përfiton shumë skena nga ajo që Gjesti kishte mundur të bënë në Austri. Ndërsa këtë herë Gasolina do të jetë ndryshe. Do të jetë me shumë skena, do të jetë me shumë ngjyra, do të jetë me shumë fantazi brenda saj, do të jetë me shumë emocion. Do të thënë një këngë që do të na befasoj të gjithëve, sepse unë e kam thënë dhe dua të jem koherent gjithmonë tek ajo që e kam thënë, për një artist ka shumë rëndësi tema dhe forma se si e sjellën atë temë, por te këngët e Gjestit nuk janë këngë me temë, patjetër që ka një temë, por nuk është se ka një temë për shembull si shoqërinë apo një temë sociale, por e kanë temën dashurinë. Është tema më e ndjeshme që ndoshta nuk flitet shumë si temë, por është më e ndjeshmja dhe më e dhimbshmja. Dhe këngët e Gjestit të gjitha kanë një kërkim falje, kanë një kthim, ka një emocion, ka një pasion dhe kjo e bën që ato në fakt të jenë më shumë të klikuar dhe më të dëgjueshëm. Unë shpresoj që kënga të pritet me shumë dashuri, të pritet me shumë emocion dhe të pëlqehet nga publiku shqiptar. Tani Egli Tako në intervistën në Kanape tha që do të vi me disa projekte dhe tregoi që një projekt do të jetë me atë më të preferuarin, më të dashurin. Dhe u ngrit dyshimi, filloi komentimi që a do të jetë Gjesti. Po, Gjesti do sjellë një këngë së shpejti me Eglin, do me thënë për post këngës që e ka solo me 360 Music, një këngë që pritet të vi më mirë se kur, do sjellën edhe një këngë tjetër me Eglin, do me thënë Gjesti është duke punuar pafund për suksesin e tij. Dhe pikërisht
nga Shqipëria. Unë jam duke sjellur të gjitha informacione që kanë të bëjnë rreth showbizit, rreth artistëve tanë dhe rreth këtyre njerëzve të cilët na kanë bërthyer për ekranin dhe na kanë bërë gjithmonë t'i duam dhe gjithmonë të jemi të pasionuar pas punës që ato na sjellin çdo ditë. Së shpejti do të presim disa lançime të projekteve të tyre, do të thënë kemi projektin e parë Gasolina, një projekt i titulluar në këtë formë i mirë menduar me patjetër duke besuar te 316 Music dhe tek SBS kompani, dy kompanitë më të fuqishme shqiptare që kanë korrur sukses të madh në median dhe në YouTube me klikime. Shpresojmë që tashmë këtë muaj 20 milioni, 30 milioni klikimeve të jetë i besueshëm për personazhin në fjalë. Ne do të takohemi sërish së bashku me video të radhës. Ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin ton për të parë gjithçka të bukur, për të shijuar ambiente të bukura dhe mbi të gjitha për të informuar rreth yjeve tanë, rreth artistëve shqiptar. Dua të ndaloj edhe në një pikë tjetër të shkurtër dhe të shpejtë që përpos këtyre lëvizjeve të vogla që unë kam thënë gjithmonë dhe të jem koherent me atë që unë kam thënë, lëvizja e vogla zbulon gjën e madhe, përpos këtyre lëvizjeve të vogla që të gjithë shiftet, pa marrë parasysh se kush është, duan të jenë në vend të Gjesit, duan të jenë në vend të Eglit, duan të jenë në vend të Kiarës, Luizit, që akoma edhe pse 2 vite ka përfunduar Big Brotheri, ato akoma po ndiqet, për ato akoma po shkruhet, për ato akoma është gjithçka domethënë në shënjesër, të gjithë duan të jenë të tillë, por ne do të qëndrojmë tek Gjesi. Unë kam sjellë shumë lajme për Eglin sot, ka patur shumë informacione, dezinformacione,